Ëndra amerikane tek shqiptarët sa vjen dhe bëhet më e fortë, krahasuar kjo dhe me një vit më parë. Të shumt janë ata që kanë rendur në kancelaria, qendra interneti për të kërkuar fatin në llotarinë amerikane. Menjëherë pasi procesi i aplikimit online është rihapur zyrtarisht ditën e martë në orën 18. Kledja dhe Arditi janë dy të rinj të dashuruar që ndajnë të njëjtën ëndër. Ta nisin jetën bashkëshortore në Amerikë, një sakrifis që thonë se bëjnë për të ardhmen e fëmijëve që planifikojnë të kenë. Po aplikojmë për herë të dytë këtë vit. Keni shpresë? Shpresojmë, shpresa vdes së fundit. Amerika është ëndër e vjetër dhe ëndër e madhe. Kush nuk do donte ta jetonte jetën amerikane, ëndrrën amerikane. Kështu që me sa duket neve jemi të parë, ndër të parët që po aplikojmë këtë vit, kështu që Të dy janë me arsim të lartë. Vajza ka një diplom për psikologji ndërsa djali është biokimist në profesion. Madje të dy janë në punë të mira, por prapë se prapë duan të emigrojnë pasi ndihen pasiguri për të ardhmen. Momentalisht po, jemi të punësuar. Megjithatë, pasiguria që ndjejmë dita ditës është ajo që na shtyn të aplikojmë. Duam që fëmijët tanë të rriten në një vend të mirë me shkollim më të mirë, më të sigurt. Keni fëmijë? Jo, akoma jo. Akoma, dhe mendoni që shpresojmë që të lindin në Amerikë. Cikledia dhe Arditi ka dhe shumë të rinj të tjerë që nuk kanë humbur kohë, por kanë aplikuar në llotarinë amerikane brenda 24 orëve të para, nga shtëpia, puna ose pranë subjekteve që ofrojnë këtë shërbim, kundrejt një pagese të vogël. Dritani është pronari një kancelarie pranë zonës së Brylit në Tiranë, ku vetëm në ditën e parë janë realizuar 18 aplikime. Interesimi është shumë më herë më i madh se vitet e tjera. Ka nga ato që e dinë që se çfarë duhet edhe kanë vrapu që ta plotësojnë, ka edhe nga ato të tjerë që kanë vrapu të informohen se si plotësohet që të vazhdojnë me procedurat. Si mjet kanë ardhur edhe moshat e mëdha kanë ardhur. Sidomos me shkollat e larta ka shumë që kanë arsim të lartë. Një nga arsyet se pse të gjithë duan të aplikojnë të parët është frika se mos përsëritet defekti një viti më parë, kur serveri qendror në Shtetet e Bashkuara u bllokua në fund si shkak i fluksit të lartë të aplikantëve. Ditët e fundit nuk punohet, me shumë vështirësi, mezi hapet. Por për të bërë pjesë e kësaj aventure që u ndrit më fatlumve, çdo aplikant duhet të di paraprakisht se çfarë dokumentash kërkohen gjatë plotësimit të formularit elektronik. Emër, mbiemër, datë lindje, adresën e banimit, shkollën vetëm si kategori, e mesmja apo e larta. Për beqarët, për ato të martuarit kërkohen edhe për bashkëshorten edhe për fëmijët nën 21 vjeç. Gjatë vitit 2015, mbi 200.000 shqiptarë shprehen dëshirën përmes aplikimit online për të patur një të ardhme në Amerikë, një fakt shokues që me shumë gjas mendohet të psojë rritje pas aplikimeve të reja. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Takohemi me mua Migena Balla në emisionin ton të radhës Impact. Sot do diskutojmë së bashku një temë që shqiptarët e kanë shumë për zemër. Në fakt e kanë për zemër ata që duan të ikin nga Shqipëria dhe ata që mbesin në Shqipëri kanë dilemat e tyre, nëse bën mirë që qëndruan, pse nuk ikën, apo shumë mirë që qëndruan. Pyetjet që lidhen me largimin e shqiptarëve drejt Amerikës, drejt vendeve të tjera të Evropës apo drejt Kanadas, pse emigrojnë shqiptarët, pse largohen shqiptarët. Disa pyetje që lidhen me largimin e tyre do të diskutojmë sot me të ftuarit tanë që na nderojnë me ardhin e tyre, zoti Basir Çollaku, opinionist dhe gazetar shumë i njohur. Faleminderit që jeni sot me ne. Faleminderit ju profesor. Dhe zoja Ervisa Lula, psikologe, gjithashtu dhe gazetare. Juve ju njohi më shumë tek emisioni Zemër e Hapur, ku përballeni çdo ditë me njerëz që vuajnë për halle të ndryshme, janë njerëzit që qëndrojnë në Shqipëri. Sipas jush, ose edhe vetë ju, do doni të ikni nga Shqipëria? A është më mirë të ikim nga Shqipëria? Atëherë se fillim faleminderit për ftesën në këtë emision. Kjo pyetje meriton ndoshta një përgjigje shumë të gjatë, një analizë më shumë se sa përgjigje. Ka shumë faktorë që mendoj unë se e detyrojnë një individ që të largohet, dhe emigracioni si fenomen nuk mendoj se është vetëm shqiptar, ka ekzistuar dhe do vazhdoj të ekzistojë dhe është fenomen global, mendoj unë. Por Shqipëria duke qenë se bën pjesë tek ato vende që janë më të varfra dhe me më shumë ndoshta problematika, atëherë ka edhe më shumë ndikim edhe ka edhe më shumë tek njerëzit, domethënë kjo që
i bën ata ndoshta në mas më të gjerë që ta përjetojnë dhe të përpiqen të largohen në një numër më të madh ose relativisht më të madh sa në vendet e tjera. Pra ju mendoni janë kushtet ekonomike ato që i detyrojnë shqiptarët? Atëherë gjëja e parë mendoj unë janë kushtet ekonomike. Por kjo është ndoshta një nga faktorët e pafund që mund të kishte ndikim te kjo gjë. Nëse do ta merrja si psikologe, do ta shifja si një mungesë motivimi, një çështje dëshpërimi, ndoshta një individ që mund jetë i dëshpëruar dhe nuk ka asnjë lloj motivi, asnjë lloj stimuli, asnjë lloj shpresë se mund të arrijë atë ëndrrën, atë dëshirën e vet, atë gjën që ka menduar për vetveten, qoftë në karrierë, qoftë në familje, qoftë në gjendjen statusin social që do donte të kishte në shoqëri, qoftë në statusin financiar që do donte të kishte, pse jo një jetë më të mirë. Kush nuk do ta donte, gjithkush, jo vetëm një shqiptar, por dhe një anglez, dhe një amerikan, ose do t'i thoshte një amerikani që një jetë më e mirë bëhet në Norvegji apo në Kanada, unë mendoj se ai do të ishte i gatshëm për të lënë vendin e vet. Ndoshta më vonë do flasim për amerikanët që vinë në Shqipëri. Po pse jo, edhe në braktisin vendin e tyre për një jetë më të mirë në Shqipëri. Është çështje, unë mendoj se është çështje prioritetesh. Gjithsecili nga ne është rritur në një lloj edhe për shkak të tranzicionit të gjatë që Shqipëria ka kaluar, dhe shritur në një lloj kaosi, mendoj unë, në një lloj situate kaotike ku ka pritur pafund që të gjitha ato gjërat e këqija të marrin fund dhe më në fund Shqipëria të ekzistojë dhe të jetë si një vend demokratik, i lirë, me mundësira pafund për të rinjt. Fakt janë 25 vjet që ne po presim për këtë Shqipërinë e bukur. Duke qenë pikërisht pra se kjo pritja ndoshta zgjati kaq shumë, janë bërë ndoshta edhe më të paduruar dhe mendojnë që zhgënjimi është ndoshta. Zhgënjimi ne ka shtuar pa diskutim dhe kjo gjë nuk do të marrë asnjëherë fund, sepse njeriu pret, ka dhe ai ato mekanizmat mbrojtës, themin e psikologët, dhe në momentin që ti përpiqesh të përballesh, por ajo situata kaotike, vështirë ose ajo që të zhyt në depresion zgjat pafund, atëherë ti zgjedh të arratisesh dhe një lloj arratisi është dhe kjo, të emigrosh, ndoshta drejt një zhgënjimi të ri, apo drejt një iluzioni të ri, ta themi. Ju zoti Pastri, si mendoni? Një shpresë të re. Unë shoh që kuptoj një shprehje fetare, mos gabosh në Kur'an ku thuhet që kur Zoti do që ndodh diçka, ai bën më përpara gati kushtet. Dhe a janë bërë kushtet për qëndruar apo për të ikur nga Shqipëria? To ka një ndotje të madhe psikologjike dhe shprese. Ne gjendemi në një harkë ose në një periudhë pamundësie për shumë profesione, për shumë qytetarë, për shumë shpresa. Tek e fundit, secili prej nesh, në familje do të mendojë të ardhmen e tij dhe të fëmijëve. Cili do të jetë investimi i çdo familje me punën dhe profesionin e tij për të garantuar të ardhmen. Nëse ne bëjmë një bilanc për ditët dhe vitet e mëtejshme do jetojmë, çfarë do të bëjmë me veten dhe me fëmijët tanë, me të ardhmen e tyre dhe çfarë do të investojmë për ta dhe për vendin. Asnjëherë ose shumë rrallë ne mbasaj bëjmë pyetjen, mos pyet çfarë ka pyetjen Kennedy, të Kennedy, mos pyet çfarë ka bërë vendi yt për ty, po ti për vendin. Ajo çfarë ne nuk po bëjmë për vendin. Ne po heshtim në një farë mënyrë. Dhe ikja apo largimi, braktisja është një lloj kapitullimi apo dorëzimi. Është gjë e më e kollajshme që njeriu zgjedh të bëjë për të mbijetuar dhe jo për të jetuar. Mundësinë për të jetuar ne ta kishim këtu, sepse pasuritë dhe potenciali ekonomik i Shqipërisë me resurset që ka, është vërtet jashtëzakonshëm. Ne jemi në 3-4 vende në Europë që kemi rezerva nafte dhe gazi. Ne jemi pas Norvegjisë dhe Zvicrës, ne jemi vendi që prodhon 70 deri në 80% energjisë elektrike me lëndë të parë falas, me ujë. Kemi në minerale, pra për krom jemi në vend të parë, për furim popullsie dhe kështu. Pra janë të gjitha këto janë pasuri. Por gjitha pasuri që ne shqiptarët ja vjedhim sërish vetvetes. Pushtetet, vullnetet e ndryshme që qeverisin dhe komandojnë. Dhe në këtë mënyrë, çfarë bëjnë? Duke qenë se çdo krijesë njerëzore ka nevojë për territor për të jetuar, territori i qytetarit ngushtohet çdo ditë dhe territori i pushtetarit zgjerohet çdo ditë. Unë shoh në këtë kontradikt, në këtë lloj përplasje gjeografike për të jetuar, neve qytetarëve të zakonshëm dhe thjesht na ngushtohet mundësia dhe hapësira çdo ditë më tepër. Pa mundësia e përkushtimit. Si pasojë si thosh e vendimeve të gabuara, e qeverisjes gabuar, këtë nuk e ndaj në 2 vjet dhe 3 vjet.
Po qeverisja e gabuar, është kaq e pavarur sa të marrë vendime të drejta apo janë këto të diktuara nga korporatat që duan sigurisht edhe korporatat kanë rolin e tyre, ne jemi vendim vogël dhe mbase kostumet na i presin vendet e mëdha dhe e kemi edhe këtë fatkeqësi gjeografike që na rëndon mbi supe, por gjithsesi edhe reagimi i qytetarëve, unë është të munguar për shumë çështje, për shumë gjëra. Nëse njëri nga kryetarët e partive të mëdha kryesisht i fryn Bilbilit tek Selia, ne derdhemi jashtë në përsheshe për livade. Por nëse do të shtrëngtohet çmimi i bukës, i naftës, i bulmetit, pra i përditshmërisë tonë të tërëzës familjare, ne e kërcasim gjumë nuk dalim nga shtëpia. Edhe kur merr zjarr shtëpia komshit, mbyllim penxhere mos ta shohim. Edhe do dalim ta ndihmojmë apo bëjmë diçka. Kjo pamundësi reagimi është bërë gati psikologjike dhe është injektuar si filozofi, si mënyrë jetese. Edhe trashëguar nga e kaluara, kur si thosh kemi qenë reduktuar vetëm brenda, kemi marrë frym dhe jo kemi jetuar. Po edhe kemi frikë për të reaguar, sepse dikur internoheshin, persekutoheshin për reagime kundër pushtetit. Sigurisht, por jemi edhe një faktor tjetër, do të thoja unë që ne jemi ndër vendet e pakta në botë ku pjesa më e madhe e qytetarëve të kombit jetojnë jashtë sa brenda. Eksodet e vazhdueshme që nga 92, 97 apo edhe 2013-2016, se kanë ikur shumë shqiptar, bëjnë që në Shqipëri, në trojet e këtij shteti, jetojnë më pak pothuajse gjysma shqiptarëve që nga 10 milion shqiptarë që janë 2.800 në Shqipëri e 2 në Kosovë. Pra më shumë se gjysma e shqiptarëve nuk jetojnë në trojet ku kanë lindur. Dhe largimet nuk kanë qenë për arsye turistike, sepse janë shpërngulur, jetojnë atje, kanë krijuar familje të tjera, si thosh në një farë mënyrë asimilohen edhe nga vend të mëdha ku gjenden. Ajo trashëgimi e ruajtur me pikatore do kaloj 2-3 breza dhe do shuhet. Dhe në këtë mënyrë ne duke parë se ata ja kanë dalë disi edhe të jetojnë diçka më mirë, megjithëse raste shgënjimesh ka pasur jo pak. Dhe pamundësit këtu kemi zgjedhur heshtin si mënyrë gabuar për të jetuar. Në këtë situatë krimi e ka gjetur edhe vend të përshtatshëm për të kryer punët e tyre dhe çdo familjar e ka pasur të pamundur përballet i izoluar ndaj krimit dhe ka zgjedhur heshtin ose largimin, duke lëshuar këtë terren të mundshëm pikërisht për ata, për ta bërë një tokë të shfrytzuar nga pangopsia e oligarkëve tashmë dhe e korporatave, të cilët kanë interesa dhe globalizmi ka dhe efektet e tij, por sot në këto vite, vetëm në 2015 60.000 shqiptar kanë kërkuar azil zyrtarisht në Bashkimin Evropian. Kjo është e frikshme si e dhënë për një arsye krejt të thjeshtë. 60.000 shqiptarë në një qytet. Përjashtuar Tiranën, Durrësin, Vlorën, Shkodrën, nëse futemi te qytetet e kategorisë dytë, ne mund të themi që për shembull Erse Kamati, Shkopia, zhduken brenda një viti. Ky është ritëm i frikshëm. 200.000 shqiptarë aplikuan vitin e shkuar, 200 më tepër do aplikojnë si vjet. Pra nëse mundësitë ligjore do të ishin brenda 2-3 vitesh Shqipëria do të ishte me shkurrë dhe me pemë. Nuk di ku do të gjejmë njerëzit. A ka një lloj strategjie me këtë emigracionin e organizuar? Unë dyshoj se po. Sepse vëmë re që dhe kriteret vinë duke u rritur. Do të thotë që kërkohen profesione shumë specifike me diploma, kryesisht të diplomuar me nivelin bachelor, apo edhe më lartë. Nuk pranohen emigrantët me shkollë të mesme, domethënë që kanë deri aty arsimin. Pra, Shqipëria po mbetet me arsim të mesëm dhe komplet truri, po largohet dhe po ikën jashtë. Dhe faktikisht ne ato krenarit e kombit, qoftë në fushën e artit, qoftë në fushën e shkencës, nuk i kemi në Shqipëri. Ata kontribojnë jashtë Shqipërisë, marrin tituj dhe promovohen. Por kjo nuk është, mendoj unë, vetëm një gjë negative, sepse një artist apo një shkencëtar nuk mund të përkasë vetëm një vendi. Ama siguron në flamure të tjera. Mund të ushtroj lirisht profesionin e tij kudo. E dim shumë investimi kryesor ta ketë këtu. Tjetër dhe përfaqëson, nuk e di në një. Ka një defekt. Mosha mesatare e Bashkimit Evropian është 48 vjeç aktualisht. Mosha mesatare e Shqipërisë para 3 vjetësh ka qenë 31 vjeç, e Kosovës 26 vjeç. Dhe aty ku arrini ka ide, ka krim, ka shpikje, ka genialitet. Dhe unë kam miq në Gjermani që më kanë thënë, ne është një miku im shqiptar jeton për 25 vitesh, martuar me gjerman, shkencëtar. Po çanta seminare që ne vime bëjmë në Shqipëri, shpesh. Nuk kanë gjë tjetër veçse vjedhje idesh. Të rit. Sa i 60 vjeçari, 70 vjeçari, ai do ruaj idenë se ku gjet në shtëpisë mos shkojë te komshiu, nuk besoj se ka shanse përveç rasteve unikale. Dhe marrim gjëra trajnime, shëmbejmë ide, marrim ta qenë elitar sepse lindja ku bëjmë pjesë edhe Shqipëria dhe Kosova në fushën e teknologjisë,
të matematikës dhe shkencave eksakte ka një shpërthim, sepse të rinjt do jenë ata që do jenë edhe si thosh kjo sasi studentë dhe nxënësit nga do dalin edhe ata që do bëjnë shpikje, patenta më Po ne marka. kemi të mirë anën teorike të shkollimit faktikisht. Ndoshta arsimi si thosh kemi ndikimet lindore, shkollim lindor. Dhe kjo, por ministri gjerman i ekonomisë një vit më parë deklaronte para se të niste eksodi i fundit në Shqipëri, që Gjermania ka nevojë deri në vitin 2030 për 29 milion krah pune. Në fakt po na merr mjekët më të mirë. Ne nuk arrim tha të sigurojmë më tepër se sa 14 milion. Pra vetëm Gjermania kërkonte deri në 2030 15 milion krah pune. Ka shumë projekte këtu në Shqipëri me trajnime, me kurse gjuhe, me marrje për sanitar, për infermier, për mjek, për profesione. Pjesa e Gjermanisë është një gjë shumë interesante që edhe unë e di nga miqe dhe mikeshat mia që kanë shkuar atje dhe punojnë si mjeke, por sa i përket profesionit mjekësisë. Gjermania është shumë e hapur ndaj edhe studentëve tanë për mjekësi. Po pse është e hapur? Kush do ja paguaj pensionin Merkelit? Këtë pyetje po bëjon. Në Gjermani është një gjë, në Gjermani nuk shkon njëri Gjerman të shkojë dhe të studiojë, të sakrifikojë 12 vite të jetës vet për studiuar mjekësi. Nuk e ka ato vullnet dhe nuk e shikon si prioritet. Dhe ne kemi kanë problemin e shtetit. Ne kurrikul gjermane kemi në arsim në shumicën e rasteve. Janë shumë të reduktuar dhe ata interesohen për vende të tjera për të marrë mjek, jo më kohë të bëjnë dhe Kanada dhe gjithë të tjerët, sepse kanë mungesa në vendin e tyre. Po mirë, ky është problemi i tyre që rëndon tek shqiptarët ama diskutim, por një shqiptar, një mjek, nëse ka shkuar në Gjermani dhe punon atje si mjek, vlerësimi që ka është shumë më i mirë se sa ai që mund të ketë këtu. Nëse një studente shqiptare mjekësie sapo përfunduar studimet për mjekësi, shkon aty tek QSUT-ja apo diku tjetër dhe nuk arrin dot të gjejë asnjë vend pune, nëse shkon në Gjermani dhe sistemohet si mjeke në një spital, mund të fitojë shumë të ardhura, sa jeta e vet mund të jetë shumë e mirë dhe kjo ka ndodhur, është realitet që është shumë i prekshëm dhe në momentin që ti thua. Kjo është e dëmshme për kombin ama, mund të jetë shumë e mirë personalisht, ama kemi rast pacient të shkojnë mjekojmë në Gjermani nëse pas rast konkret që dikush humbi jetën, dikush para disa ditëve sepse mjeku roje i urgjencës në QSUT ishte një praktikant i cili nuk dinte të dallonte infarktin e zemrës. Gruaja me gjithë fëmijët tek materniteti pikërisht. Nëse kjo është ndoshta një rast tjetër, po ama aty kishim një praktikant, një mjek praktikant, ku ishin mjekët e vjetër apo ato mjekët profesionistë që ne njohim, ata janë jashtë Shqipërisë. Ose di raste të tjera të mjekëve të kualifikuar shumë mirë jashtë shtetit, që jashtë shtetit bëjnë mjekun e familjes, një punë të rëndom, ndërkohë që ato janë specializuar për kirurgji. Pra janë më të kualifikuar se sa puna që bëjnë. Shumë herë më të kualifikuar. Pse vetëm se janë shqiptar ose kanë origjinë shqiptare. Ky diskriminimi i origjinës në fakt është në vendet si Italia, Greqia më shumë, Gjermania ndoshta është një rast tjetër, por për rastin e Italisë di raste konkrete të mjekëve shqiptar, të cilët vinë nëpër spitalet private këtu, punojnë disa ditë dhe pastaj atje punojnë nëpër fshatra madje, janë shumë herë më poshtë nivelit që ata meritojnë të jenë. Por ne themi ky individi, unë, ti dhe ai personi tjetër, do të mendoj se cila është më e mira për vendin dhe për Shqipërinë së pari apo cila është më e mira për atë. Tani ti njeriu është ndërtuar më e mirë gjë që nuk mund të kërkojmë dikujt që të vetë sakrifikohet në emër të vendit. Pra një vend ne emigruar, ju jeni psikologe shumë e mirë për shembull. Atëherë, unë jam psikologe dhe duke nisur nga eksperienca ime, pavarësisht çdo njeri, unë them që çdo njeri është ndërtuar në një formë që mund të marrë iniciativa të tilla ose mund të mos i marrë. Duke analizuar sepse të shkosh jashtë nuk do të thosë se është parajs dhe gjithçka funksionon për mrekulli. Ti mund të ndërtosh në kokën tënde një iluzion, duke pasur parasysh gjithë eksperiencat e miqve apo njerëzve të njohur të tu që mund të kenë qenë eksperienca pozitive. Mund të shohësh qoftë edhe në media, mund të shohësh American Dream ekziston apo jo? Unë mendoj se do të jetë për herë një iluzion i bukur. Jo, unë mendoj se do të iluzion apo jo është tjetër gjë, por ëndra amerikane mendoj se do jetë ekzistojë, gjithmonë pa është realitet. Hollywoodi ka bërë punën e vet, sepse është agjenci marketingu e madhe, por absolutisht, në rëndësi unë shoh edhe dëmin e të kaluarës. Në gjykimin tim, unë vi nga shtresë persekutues. Unë shoh që sistemi nuk ka ndryshuar. Ç'do të them me këtë? Kemi të njëjtën klasë politike. Kemi të njëjtën administratë në nivelet të larta, e cilat, që ka bërë? Përveç se, e kujtoj që Kissinger në takimin me Deng Xiaopingin, kur donte të hapte Kinën drejt tregut privat, i thotë, do të më japësh disa leksione specialistëve tim mit ekonomisë që të njohin ekonominë e tregut. Po, e thotë, Milton Friedman, ndjes. Po, i thotë Friedman, dakord.
Thot Kujke, i kam gati në sallën tonë, po duhet të t'jap një sugjerim përpara se të fillosh leksionin. Urdhëro, këta unë e kam zgjedhur se kush do të jetë drejtuesit e ekonomisë nesër, thotë. Thjesht i duhet t'u japësh mekanizmin teknik. Do të jenë ta udhëheqësit e partisë, që do të jenë edhe zot edhe kapitalistët e ri nesër. Pra, këta do ta kenë ekonominë kineze në dorë nesër. Edhe tek ne ka ndodhur njëta gjë, them. Ata drejtues, qoftë partisë më parshme që vazhdojnë nëpër partira të ndryshme sot, edhe të sigurimit që ishin dje, janë bërë biznesmenët e mëdhej sot dhe ç'kan, duke pasur në dorë ekonominë. Kanë dhe politikën, kanë vendimmarrjen dhe kanë fatet e vendit, të cilët ata nuk i ndryshojnë për individ të caktuar, qofshin edhe kur janë grupet mëdha shoqërore. Në këtë kaos dhe në këtë gjendje, ç'bëhet? Pse vazhdojnë ne sot kësaj dite? Ajo merit preferenca nuk është vetëm në arsim, nuk është vetëm tek matura shtetërore, është edhe në sistem, në aspektin profesional. Akademik, pra, po ashtu. Këtu te ne nuk ndodh që të gjejmë një njerëz që bën një punë, po të gjejmë një punë një njeriu. Ende jemi në këtë fokus. Unë e gjendë duke u bërë militant. Dhe nëse nuk e ke të shkresën e partisë, kuqe, blu, jeshile, zezë, ti do endesh unazës me autobus dhe nuk e për të hyrë asnjëherë në makinë. E ke të pamundur. Më fal, fillon që në universitet, që nëse ti ke tesrën e Partisë Socialiste, përjashtohesh nga pagesat e studimeve. Jemi vonesë në universitet, po të shkosh në gjimnazin e Tiranës, që në vitet 3, na i di më mirë nga që ka pasur raste të shoh. Ata janë antarësuar për parti. Unë nuk e kuptoj dhe më duket absurde të shoh 17 vjeçar që turren tek një parti. Ky vend do të bëhet, në gjykimin tim, kur të shoh autobusin tek dera një partie, të rinj duke dalë nga partia, duke hyrë në parti. Sepse nuk besoj se është një investim individual, ç'është të tufzohesh atje. Sigurisht, politika është art qeverisur dhe do ketë gjithmonë njerëz që janë ta pasionuar për ta bërë mirë, por kjo është mënyra më e keqe për ta bërë vendin. Dhe prandaj ç'ndodhen njerëzit? Thotë, unë të shkoj për se ka dhe gjë. Në pjesën dorëmuese të drejtimit të partive janë njerëz që abetare është libri i fundit që kanë lexuar. Dhe ata që janë të ditur, të shkolluar dhe të mendja hapur nuk do shkojnë tani ti bindën një logo atje nga mendja, jo nga trupi. Po dele duhet të jenë të pashkolluara, ndryshe nuk janë dele. Zoti ka shumë bie që nuk binden. Shumë stigje. Përgjegjësia, në fakt, përgjegjësia këtu na bie gjithëve dhe ne si shoqëri kemi përgjegjësinë tonë dhe gjithçka që ndodh, jo vetëm nga lart, edhe poshtë ushtrohet presion, ka shoqëri civile, ka njerëz si unë si ti që nuk mund të rrim gjithkohës dhe të flem gjumë dhe të shohim vetëm atë ratin ton, atë që Baseri tha që ulim edhe perden mos ta shohim fare se çfarë ndodh tek tjetri, por ajo bërthama, ajo familja është një nga ato qelizat e shumta që funksionon në shoqëri dhe nëse në tërësi një qeliz 2, 3, 4 fillojnë dhe vdesin, sigurisht që kjo shoqëria nuk mund të jetë më kaq e shëndetshme. Dhe ajo shtëpia, dhe ai parmaku i pist, po them unë, i komshiut, sigurisht që do vi ai pisliku edhe tek unë më pas. Duke menduar në këtë formë, ne dhe vetë mund të ishim njerëz më aktiv, mund të kërkonim ajo gjëja që thamë në fillim, që çfarë mund të bëjmë ne, se mirë këto gjërat ne i kemi dhe nuk varen, jo të gjitha janë në varësinë tonë. Ajo që unë do doja ishte që çdo i ri që rritej në këtë vend, të kishte si prioritet shkollimin. Sa më shumë të dish, aq më mirë është. Që të na e marrë Gjermania pastaj. Sa më pak të dish, jo. Nëse ata do të mësohen shpejt, do dinë shpejt, nuk do të duan të ikin në Gjermani. Nëse ata do bëhen vetëdijshëm se ç'pasuri ka ky vend, ç'premton për ta, fëmijët e tyre, familjet e tyre, tarmët e tyre, do vonojnë të ikin. Unë kam pasur mundësi të iki dhe kam pasur dilema të shpeshta, ndoshta edhe vitet e fundit ta bëj këtë gjë. Nuk e kam bërë. Megjithëse mundësitë e kufizuara të viteve të mëvonë para arsye të kësaj trysnie që e ndjejmë të gjithë. Por ajo shpresa tek vetë që të bëjmë diçka, do ndryshoj, të gjithë të bëjmë nga një pikë ujë që të bëjmë pastaj atë gotën apo të kovën apo të oqeani është i pamundur, po si thosh, të bëjmë atë lumin që të rrjedh për të prodhuar diçka. Por më kujtohet një thënie, Hitleri është një nazist, është një kriminal i pashembull në historinë botërore. Konrad Adenauer ishte në stafin e tij dhe kur Shtetet Bashkuara u futën në luftë, të gjithë i thanë do ta fitojmë luftën, Adenauer i tha jo, nuk e fitoni luftën. Si është e mundur, tha, Shtetet e Bashkuara kanë 50 vjet rezerva, tha, ndërsa ne kemi vetëm 5 vjet. Shpërndau stafin dhe tha qëndro këtu. Nëse nuk largohesh për 24 orë nga Gjermania, unë do të vras, tha. Gjatë këtyre 24 orëve, tha, unë do të ndihmoj që ti të ikësh. Pse po e bën këtë, tha? Unë do ta fitoj luftën, tha Hitleri. Por, tha, ka një mundësi, tha. Nëse unë nuk e fitoj luftën, ti je njeriu që i duhesh Gjermanisë. Pra edhe një i çmendur. Në kulmin e marrëzisë tij, mendoi për fatet e Gjermanisë kur ai ta kishte masakruar vendin. Kurse këtu sasia dhe niveli të çmendur që duan ta shkatrojnë këtë vend vetëm po shtohet. Tani unë mendoj se është më shumë dëshirë e një strukture të çmendur thonjza nga jashtë
që kanë gjetur këtë politikën dele të Shqipërisë, dhe ne të tjerët që kemi mbetur këtu jemi akoma edhe më dele, akoma më të pafuqishëm. Jo fort dele se sa të babzitur, se sa të kapur. Nësa unë shikoj që ambasadorët këtu kanë tagra të mbledhin elitat e politikës shqiptare dhe t'u japin atyre udhëzime se si duhet qeverisin, ndërkohë që roli i tyre ligjor është thjesht përfaqësues i shtetit të tyre. Nëse një ambasador ka fuqi të mbledh liderat politik edhe të vendos mbi fatet e një populli, më duket sikur ne jemi vetëm figura. Në Itali para 2 javësh ambasadori amerikan John Hopkins, mos gaboj, u prononcua për ndryshimet kushtetuese që bëhen në Itali aktualisht, dhe ai shpreh opinionin e tij se si duhet bëheshin. Pa kaluar pak kohë, ish ministri i brendshëm Brunetta theksoi që i kujtojmë ambasadorët e Shtetit Bashkuar në një të kushtetutës, se Italia është vend sovran, që është përfaqësuesi të majtës në pushtet. Pas ti, një përfaqësues i Berlusconit deklaroi të njëjtën gjë, Italia është vend sovran. Nuk pati marrë reagim të ambasadorit. Marrim ambasadorin e vendit më të fuqishëm të botës. Pra, ata, me njëse në shtetë më i madh, patën kurajë të reagojnë. Tek ne, nëse je kritik me një çështje të caktuar, ku një ambasador gjerman, amerikan, italian është shprehur pozitivisht, ne kemi frikë të flasim, se na marrin si anti-amerikan, anti-italian, anti-gjerman. Po le të jemi anti-amerikan, anti-gjerman, po le të jemi pro-shqiptar, se kjo është më e dobishme. Se nëse ne jemi anti-shqiptar, po jemi pro-amerikan, si duhet mbi as drejtit as Zotit. Në gjykimin tim. As Amerikanit. Amerikanit më të firmë në punë. Absolutisht, dhe pastaj, dhe ata sillen të ndjes, dhe këta ambasadorët sillen në një formë siç sillen kryetarët e partive me varësitë e tyre. Duke qenë se klasa politike është e korruptuar te imagjinatës, edhe ata e dinë se çfarë kanë bërë, përdorin pikërisht të shkuarën e tyre që ata se blejnë dot me pasurinë e tyre, për t'i kontrolluar, për t'i bërë si dele, po si qingja se dele ndoshta ka pak përvojë. Po mirë, një nga forma tjera që të ketë sa më shumë dele është emigracioni i organizuar, domethënë llotaria amerikane që po një shtimin e numrit të unë të praktikoj ashtu si fatkeqësi të madhe për Shqipërinë. Okej, azili ndoshta është një formë shumë me pikpyetje të madhe, meqense se Evropa na ka quajtur vendi i origjinës së sigurt. Ne po ikim, po kush po vjen? Emigracioni i organizuar, a nuk flasim kush po vjen. Po vin iranian, Afganistan, Mujahidin dhe janë një grup marksist terrorist të stërvitur për krime. Janë më keq se mbetje se plerat. Që stërviten edhe këtu në Tiranë. Edhe këtu në Tiranë. Janë më keq se plerat dhe armët kimike. Që mund të fusin në konflikt me një shtet goxhat fuqishëm. Destabilizojnë rajonin brenda 24 orëve. Janë të dhunshëm, janë përdhunues, janë vrasës, janë kriminalë dhe në heshtëm. I kanë gjezdisur nëpër Evropën, nëpër botë, nuk i ndalon ne kush. Erdhën tek stani i deleve dhe nuk foli asnjëri. Dhe ne nuk morëm vesh se kush ishte përfitimi i Shqipërisë. Dhe përfitimi i Shqipërisë është vetëm përfitimi për të ndëtur një klasë. Një miku im diplomat thotë, ne shqiptarët shesim shtetin për të mbajtur pushtetin. Ky është një mëkat që po prodhon gjithmonë kosto. Një çmim shumë i lirë në fakt. Çmim shumë i lirë për ata, por shumë i shtrenjtë për ne. Shumë i shtrenjtë për popullin. Por ish popullin fatkeqësisht duhet të thënë se për këtë që ka ngel, që është militant i partive o punon në call center me diploma me PhD. Call center fasone parti. Këto janë 3 vendet e punës në Shqipëri. Jo të gjithë mos të bëni kaq pesimist se këtë debati në një gjë. Pse më jep shenja optimizmi dhe do të kërkoj ndjes një javë rresht. Më tregon 2 sektor optimist. Ervisa na duhet psikologja dhe na bëjë. Unë ndoshta mirë si lexim psikologjisë dhe nuk flasin atë pa lexuar 100 faqe libra. Ndër të tjerët, por nuk dua të fsheh realitetin. Ky është problemi. Se mund të bëjmë një poezi të bukur këtu, edhe të lumturohemi derisa dalim te dera, e të gjejmë atë banditin me kallash aty edhe me 20 kg drog në xhep. Do me thënë, fakti është fakt që call centeri është i populluar, i mbi populluar me student që janë diplomuar me PhD ose me master. Dhe është një shpërzim. E çfarë bëjnë një punë të dorës së dytë që në vendet e tyre nuk e bëjnë kurrë me këtë çmim që e bëjnë në Shqipëri. Saqë po kemi tani emigrimin e italianëve drejt Shqipërisë dhe punojnë italianë që punojnë në fshehin taksat. Fshehin shumë gjëra. Për shumë arsye. Ashtu siç kemi dhe amerikanë që braktisin shtetin e tyre dhe vinë jetojnë në përfshatra. Dhe në amerikanë, ai mund të jetë një vrasës, mund të jetë një korruptuar, mund të jetë një ka fshehur miliona dollar në vendin e tij, siç është shoku Soros që ka 7 miliard dollar për të paguar taksa atje.
në Shtetet Bashkuara. Mu kujtua tani zonja Maria te bloku që ka të pasqyrinë e Francezja. pasme, po, që kandidoi madje edhe për deputete, që në vendin e saj ndoshta ajo është krejt e panjohur. Do t'ja di njëria ekziston, vjen në Shqipëri edhe bëhet. Si ishulli thesarit për të huajt. Ja, bëhen dikush në fakt në Shqipëri, në këtë fshatin ton, në këtë katundin ton. Janë të parët e fshatit. Jo, do të dëgjoj nga Ermina çast optimiste dhe kam dëshirë ti, se mbase unë nuk i kam vënë re, duke u fokusuar të këto banditët, krimet, droga, plerat, mungesa e shkollimit, të këtyre gjërave që na vrasin për ditë. Unë mendoj që sigurisht mundësit janë, u them konkretisht. Fenomene të tilla pa diskutim që të dalin pak nga librat, të kërkoj me dasha mirësi, të dalin pak nga teksti, të lëm ka pakun në librin një. Dhe typim në autobus në Unazës. Typim në autobusin Tiranë, Peshkopi, Tiranë, Vlorë. Për të mos thënë të Kamzës, ëh? Duke jetuar. Po them tek uzina autotraktor. Ja, ata kanë shkuar për korr. Të Kamzës shkonin për të korr hashashin në Fushkruj, harrova. Po paguan më shumë se sa Ervin ata. Po 30 euro dita. Më shumë se cili prej nesh ata. Marrën $1 milion në muaj, $1.000 në muaj ata. Po. Dhe kanë bërë një kompromis me gjendjen. Po ministri deklaron zgjidhja është legalizimi i hashashit. Unë po fokusohem te ekonomia. E lëm këtë botë në errët. Vim tek ekonomia e ligjshme. Shumë pesimist dhe unë nuk do të shoh gjërat kështu. Ti gjejmë ta pikat e... Po them, unë për shembull, kam një punë. Po. Mund të them Zotit, faleminderit, mund t'i them shoqërisë, dëgjoj, kam luftuar sigurisht, aftësive gjitha, pa diskutim. Njeriu nëse do dhe nëse vërtet lufton për të arritur një gjë, nuk mund ta shohë kaq të pamundur. Këtë shoh dhe në Shqipëri, sepse nëse e shef kështu, atëherë i bie që të mos tentoj fare të luftoj. Tu është e gjitha, kjo e zec, kjo nuk funksionon, nëse do marrim atë doktoraturën, do shkojmë në nuk mund ta japim dot si alternativë. Unë bëj pjesë e njerëzve që përpiqen non-stop. Kam miq edhe kundër së keqes. Dhe gëzojnë një farë statusi. Çka më bën? Kanë një punë, ndoshta ne nuk mund të bëhemi të gjithë shumë të pasur. Nuk është lakmi e pasurie. Ne mund të bëhemi pasur duke qenë ndalë më të sigurt, jo më shumë para. Të pasur jo në çështje financiare. Të pasur në të gjithë aspektin e të pasurit, sepse njeriu në psikologji e marrim ambient shoqëror. Ka disa nevoja, nuk mund të ketë vetëm një lloj nevoje, vetëm një lloj. A mund të pyes diçka të lutem? Për mbushje. Njeriu ka. Unë kam dëgjuar ministrin e Brendshëm dhe profesorët e lanë të Guardia e Financës në shifrat e tyre që në llogaritë zyrtare kanë deklaruar se në Shqipëri si vjet duke verifikuar 17% të territorit janë kultivuar 700 hektar lëndë narkotike kanabis. Në 17% të territorit 700 hektar. A mund të gjejë të dhona, unë nuk i kam aksesuar dot, që në këtë sipërfaqe territori të ketë po kaq hektar domate, speca, grur, misër, produkte bujqësore, perime, zarzavate, të cilën nga bën jetën tonë dhe fëmijët tanë më të shëndetshme. Po sigurisht. A e kemi këtë mundësi sot? A e kemi këtë investim, këtë vëmendje institucionale? Ajo çfarë? Kjo do më prodhon të shpresë që unë të më shkoj të marr një kredi, tokën e Timetit nëse më le në përdorim. Ta miell domate, speca. Kur ta marrësh se problemi i tokës akoma nuk është zgjidhur. Kemi që në 92 me 4 ligje të ndryshuara. Po sigurisht është një problem grotesk tjetër, por e zëm se edhe këto minimizohen. A e kam një mundësi të tillë sot? A e kam një mundësi të tillë nesër? Serat, e dikush është kultura e 4 në përsera sot? Se deri në 3, në Divjak dhe Lushnjë arrin të marrin deri në 2-3 prodhime në vit. Kultura e 4 kush është? Nuk e kam informacion. Atëherë ta them unë, nga gjëra që di është hashashi. Ka fujë edhe në sera. Pra në gjykimin tim, pa qenë as pak pesimist. Unë jam optimist që ta luftojmë. Pra pesimizmi ka të bëjmë sepse është kështu. Ky është emergjencë kombëtare. Okej, unë nuk po them që ne të mos flasim për shqetësimet që kemi dhe për gjitha ato hektaret i bëjmë domate, speca. Dhe pa diskutim, të përpiqemi ta energjie. Realiteti është i tillë. Mund të ketë Amerika, dhe Kanadaja, dhe Gjermania. Sigurisht ka gjithë bota. Po nëse ne fillojmë mendojmë për Kanadën dhe për Spanjën dhe për Italinë, mbaron ora dhe na del koha për të menduar për Shqipërinë në shkret. Ndoshta Ervisa nuk e di a të mbështes sakt, po e ka idenë që njeriu duke emigruar nga vendi vet, humb ambientin social. Shpëton nga telashet shqiptare. Jo, pavarësisht telasheve shqiptare, se aty kemi telashe kanadeze të një lloji tjetër, se unë di persona me PhD në përbot, shkojnë në Kanada bëhen shofer autobusi, pastaj se Kanada me PhD të bëj kanadezën ty, po ama shofer autobusi, nuk bëhesh dot ti. E drejton mirë autobusin. Po, je shumë i mirë. Ose hajde në ndërtim, një miku im avokat që punon ndërtimi shkreti gjithë ditën dhe shefmen që është në Kanada të bën PhD. A dini njëri me 8 vjeçare që e keni drejtor përgjithshëm ministër deputet në Shqipëri? Po,
PhD-ve që janë atje në Kanada. Atëherë ti marrim ata të PhD-s këtu, ti sjellim në Shqipëri ata, të bëjmë punën e tyre, ti çojmë ta shoferët e zot atje. A duhet bëjmë një emigracion të kontrolluar. Ti marrim ta horrat, ti çojmë shoferët atje. Do vinë njerëzit nga Horrat, horri duhet ministër. Po të bëjmë ne kontraband horrash, do bëjmë një gjë tash, po do të duhet të kontribuojmë. PhD nuk vin pra. Nëse ju thoni që këtu nuk ka shpresë, ka vetëm hashash, ai është më mirë me autobusin. Unë nuk ju them, jo, nuk ju them. Nëse ata do të ecin, këtë gjë po ju them. Nuk ju them unë. Po shisni një realitet kaq të zënë. Nuk e shesim. Duke ju thënë këtyre. Identifikojmë, bëjmë transparencë në realitetin. Okej, identifikojmë. Këtu ndryshimi është komësia e Për shkak të telashit. tuaj një gjë optimist. Unë do të marrim arsimin. Është që njoh edhe vetë jo pak për arsye se kam qenë 2 vjet e gjysmë në këtë institucion si këshilltar i ministrit. Sa student me një mesatar të lakmueshëm që janë shpallë dhe fitues jashtë në shkollat jashtë kanë ngelur rrugëve dhe janë depresuar nga gjendja aktuale. Atëherë po ta krahasojmë për shembull në vitet ku unë kam konkuruar në shkollë dhe për mua është e padrejtë një nxënësi me mesatare zëm 5 apo 6 e kam pasur unë shok klase në psikologji. Për mua kjo është alogjike. Pra sistemi kaluar jepte mundësi dhe këtij të 5-s dhe e çonte në universitet, e bënte inxhinier. Nuk mund të shkojë të dalim shratin. Problemet po të marrim, problemet në arsim nuk mendoj që nuk kanë ekzistuar. Ato sistem aktual unë e njoh shumë mirë. Ato që janë sot, unë nuk mund të flas eksperte sepse nuk e njoh. Formula maturës shtetërore është një formulë gjermane e aplikuar në Shqipëri 2006 dhe këtej. Nuk di në cilin vit keni mbaruar ju. Në 2006 ka hyrë formula gjermane. Dhe çka ndodhur? Ti të krijosh një ligj me efekt prapaveprues. Domethënë të shpallësh kriteret pasi unë kam bërë zgjedhjet. Pra, të fillosh procesin gjyqësor pasi unë jam dënuar në burg, rrim në burg. Tu hajde se do flasim një herë, mund ta hapim çështjen pas 20 vjet. Ose jo, ndjes të lutem, të fillosh procesin gjyqësor pasi më ke dënuar me vdekje pasi jam ekzekutuar. Të themi ja i fashëm pa fashëm. Mos largohemi nga tema. Po që po them shpresë, se janë të rinj ta që po ikin, ha? Ideja është kjo, ndryshon komësia e telashit. Ti telashe do kesh edhe në Kanada, edhe në Amerikë. Puna është ke telash amerikan apo telash shqiptar. Njerëzore është ai. Ne po diskutojmë këtu, a është më mirë të jetosh në Shqipëri me telashe shqiptare, me nivel korrupsioni, me hashash kudo? Ama kemi familje, kemi djell, kemi klim të mirë, 300 djell që janë kush vend në Europë. Ama në Kanada jetojmë me -20, 6 muaj. E diellin shohim internet në Kanada, Po, e shohim në përvende të tjera, bëjmë pushime në Kuba, ama jemi punojës së dorës së fundit, nuk arrim kur të blejmë një shtëpi, nuk arrim kur të jemi ata që ishim në Shqipëri me një status social tepër të nderuar. Puna të jep mundësi edhe atje, të jep. Në qoftë se puna si ndërtues, nëse ti vjen në 12 natës i lodhur nga puna i dërmuar, ke punuar -20 gradë, ke kalamaj në internet. Po, kalamaj ti rrisin indianët, se ata punojnë babysitter. Atëherë, në qoftë jam duke mezi pritur rastet optimiste. Të Shqipërisë apo të kolegës sime. Shqipërisë më ka sfiduar mua në këtë moment. Atëherë, unë mendoj që të gjithë ne duhet të edukohemi në ato lloj forme që të dimë të vlerësojmë ato që kemi. Por sigurisht, në momentin që ne kemi një fenomen negativ, duhet të përpiqemi me të gjitha mundësitë që kemi, se çfarë mund të bëjmë për ta ndryshuar këtë realitetin, por të identifikuar dhe të thënë, kjo është e zezë, kjo nuk bën, kjo nuk shkon, për këtë ka fajin ky, për këtë ka fajin ai dhe unë nuk kam asnjë lloj ndikimi në këtë hapësirë, atëherë i bie që ne e kemi përjashtuar veten dhe jemi arratisur edhe pse realisht jemi këtu fizikisht. Dhe unë po them, si psikologe, ne duhet të ngjallim së pari të shohim realitetin, por të ngjallim ato frymën motivuese të shpresës brenda nesh. Krenarin kombëtare mirë. Ajo kultura që ne trashëgojmë, ajo pjesa e kolektivitetit, mënyra jetesës, mënyra se si ne shohim tjetrin, mënyra se ne kemi ruajtur aq shumë gjëra të mira nga e shkuara jonë, sa ndoshta bota i ka eliminuar me kohë. Unë nuk mund të marr, nuk mund ta shohim botën moderne si një gjë që funksionon në mënyrë perfekte. Ku kemi gjërat e mira? Ku kemi? Fillojmë nga edukimi, fillojmë nga puna. Ne i shkatruam fakt këto. Kush janë gjërat e mira të species njerëzore tek ne? Të përpiqemi të ruajmë. Kush janë? Të përpiqemi të ruajmë. Ato po them. Ervina, njeriu i ri komunist është vesi më i keq që kemi trashëguar ne. Është si plaga tek njeriu, thot mjeku, thot, aq mosh sa ke ai ditë do të dali. Dhe kjo është një plagë që i duhen vite për të dalë nga ky vend. Atëherë, kjo bëhet si? Bëhet me edukim, bëhet me shkollim, bëhet me atë mendjen e hapur, për aty të shkosh dhe të marrësh edhe informacion në Kanada, edhe kulturë dhe të shohësh çfarë është demokracia në Amerikë. Prandaj teknologjia ka ofruar mundësi pa fund. Prandaj ne kemi edhe këtë teknologjinë kaq të zhvilluar, të bëhemi qytetarë të gjithë botës. Dhe në momentin që ne shohim atë gjën që nuk shkon, ne të dimë dhe të reagojmë.
Atëherë ti thua që penalizohesh kur reagon. Sigurisht, unë e kam provuar. E kam shumë konkret. Kjo është tjetër gjë. Jam provë. Jo vetëm unë, janë shumë miq, kolegë, tuajt, të mit. Por ama ti do të thuash që nuk ta mbaroj këtu? Para 3 ditësh. Jo, nuk mbaroj, se unë nuk kam ndaluar thjesht para syt një ndëshkimi. Para 3 ditësh u larguan nga puna kolegë të mit dhe tut. Pse? Sepse investiguan një çështje ku ishte vdekur një 17 vjeçar. 3 javë më parë, apo një muaj më parë, një tjetër kolega jona u hoqi drejtuesi i informacionit për të njëjtën arsye. Sepse po bënte punën profesionalisht. Po bënte në mënyrë më të mirë të mundshme. Puna nuk është e përsosur, por kalonte, pra ishte në kahjen e duhur dhe në kahjen e mirë. Po që po bën puna e mirë në këtë vend? Çonon intereset e atyre që janë vendimmarrës, që kanë dorë fatet tona. Të pushtetarëve të djeshëm dhe të sotëm, unë nuk bëj ndaj. Do një sjellje të mirë dhe ato që unë thash, një shoqëri që funksionon dhe e ruan një farë vlere nga ato të A shkuan kolegët tanë, Lubonja, tjetri, për të marrë pjesë në një mbledhje të hapur qeverisë për të diskutuar për vendimarrje publike. Do kapën shkelma nga rojet e fryrë, bodyguardët të cilët edhe në Shqip duan përkthyes. Okej, ata reaguan dhe thanë fjalën e tyre. Reaguan, po ç'do ndodhi pas reagimit? Njëri i jashtë shtetit, tjetri me ata, ulën kokën. Ama problemi është që kur shkojnë atij jashtë shtetit janë stlevër të atij shteti ku ata janë. Unë them që të rit. Edhe shumë këtyre shteteve i intereson që ne të ikim nga Shqipëria. Nëse të rit ikin, reagimi do jetë gjithmonë më i pakët me gjykimin tim. Po nëse edhe njerëz si ju, jo vetëm të rinj. Po njerëz si ju, intelektual, që kanë një farë formimi, njerëzit që kanë bërë diçka, që kanë arritur diçka në jetë, njerëz që kanë atë sensin të qytetarin, po dhe të qenurit kritik, sepse ato idet që Baseri tha që shiten shtrenjtë sot, edhe të parit me sy kritik të këtyre gjërave që ndodhin, sigurisht që vlen shumë për një shoqëri. Të nënshtruarit është gjëja më e thjeshtë që e bën ai njeriu që është analfabet, ignorant, që di shumë Basri do nënshtrojë dot një emigracion kanadez apo amerikan. Pavarësisht që ai e lufton shumë realitetin shqiptar, mendon se ai po kontribon me idetë e tij, duke qëndruar në Shqipëri dhe duke evidentuar problemet që ka realiteti shqiptar. Ama ai me gojën mbyllur në një shtet si Amerika apo në një shtet si Kanadaja nuk do kishte jetuar kurrë. Sigurisht që jo. Sepse liria e shprehjes dhe liria për të qenë qytetar me ndjenja të tilla, domethënë qytetarie për shtetin, për kombin tënd, nuk mund ta demonstrojsh kurrë në Amerikë apo në Kanada. Derisa të marrësh letra do rishur. Steve Jobs ka një shprehje fantastike. Më mirë thot një njeri i varfër që lë një gjurmë në jetë se një milioner i pasur në Varreza. Dhe ne po shndrohemi se unë i shoh si kufoma shetit se ta oligarkët. Këta oligarkët tanë, i shoh si kufoma shetit, se çfarë janë këta? Njerëz që bajnë portofolet e grave e të miqve, e të sevdalleshave hapur për të bërë qefin, edhe por se ka shoqëri, se ka të ardhmëri, se ka ky vend interesa më afatgjata, nuk shoh të ketë në qëllim të përbashkët. Atëherë unë po them, ne si shoqëri, sepse ne nuk mund të flasim si qeveri. O si shoqëri. Ai personi që është atje lart në maj ka nevojë për atë presionin ton aty poshtë. Në momentin që ti dhe unë do të kishim pushtet, asnjë nuk mund ta dinte sjelljen tonë. Mund ta histe si hipotezë dhe dikush të dëgjoj se ti flet në këtë farë, dhe ti je në këtë lloj pozicioni shoqëror sot. Nëse do të ishe edhe ti, ku ta di unë se nuk do të funksionojë dhe nuk do të sillesh si ai. Nuk mund të pretendojmë që këta njerëz që do na qeverisin dhe këta njerëz që do na drejtojnë do jenë kaq të ndershëm, kaq të ndërgjegjshëm, kaq të pastër dhe kaq pa dashuri për lekët dhe për mirëqenien financiare. Duhet jemi ne si shoqëri. Ju jeni pjesë e lajmit. Ne duhet jemi. Unë do të vë një 10 librave të tu. Do t'i grisim 5 minuta për hatër tënd. Ato libra. Shndodhi. Kishte shumë zëra publik kundër ligjeve të mbetjet. Edhe ka ende sot e kësaj dite. U quan shokët qeveritarë dhe publikuan online në mënyrë marramense një listë se ku punojnë të afërmit e këtyre gazetarëve. Listë. Djali teze si Daja, si Hallës, ç'të ndodhi. Domethënë, ty të izolon nga njerëzit e tu, se to ti po bësh shkaktar që unë të humbas punën. Ç'të le mran Daja dhe Halla dhe Tezja. Të thot, rrezik sta pas telefonin. Më fal, po isha pak e zën. Ja, merr të keqen Tezja të merr më vonë për Jo, nuk bëjnë like në Facebook se punojnë në shtet. Deri këtu, në shtetit. Të ish nga puna pse ke bër like Basriut apo Migenës. Ai është dënim vdekje, nuk është histori vetë. Po deri këtu, është senim i një barazi edhe një drejtë njeriu në mënyrë ekstreme. Pse çdo njeri ka një qëndrim të tij. Pse duhet unë jam 100 shtëpi fis. Pse duhet ndërshkosh 99 familjet e tjera se mendojnë ndryshe nga unë ose unë ndryshe nga ata.
Kjo është e pakonceptueshme. Po prap kjo s'të jep arsye për t'i nga Shqipëria. Dhe secilin prej tyre e bën pak të jetë më i madh me kujdes se po marrin qaf njerëzit e mi, se mirë vetë kanë vajtur për ndjes për fjalët, kanë vajtur për lesh, po ikin shkusure më kanë këta. Shiko, zoti Basri, ndoshta kjo luftë që ne na bëhet, na jep dhe motiv për të jetuar. E bën jetën pak më interesante se sa ajo rutina e emigracionit, shkon në punë, hajde në shtëpi i vdekur, ik prapë nesër në punë, mos i shif kalamajt, mos i shif gruan, etj. Gruaja në punë tjetër duke u strapacuar, po ashtu njësoj si burra me barazi gjinore, me probleme shumë madhore. Ndoshta këto probleme na japin më shumë arsye për të qenë këtu. Na bëjnë të jemi të ndihemi njerëz dhe jo robot, jo sklever. Por një dënuar në kohën e zogut, kur gjyqtari e pyet, ke diçka për të thënë, u dënuar me 25 vjet burg. Çfarë do të thuash thot i pandehur? Sot gjykatës nuk kam shumë se edhe nuk di shumë për të thënë, tha, po ju më dënuat 25 vjet. Po ju mendoni se unë jetoj sa Lisi, tha? Pra, krahasimi i energjive të harxuara dëm dhe pa një impakt, pa një prodhim cilësor për shoqërinë, qoftë edhe për nesër për të tjerë, jo thjesht për ne. Ajo është një qetësi në ndërgjegjën tënde që ti bëre atë për cilën je gatuar për të bërë. Sepse ti nëse je një opinionist, një gazetar i mirë, dhe shkon lanenët në një restorant në Gjermani, ti do ndjesh aq keq me veten tënde. Edhe për restorantin edhe për veten, nuk diskutoj. Do ty fjala më shumë se do laj. Të rrofshin ato lekët që fiton se ti je një njeri i dështuar në jetë. Ashtu siç janë të dështuar shumë shqiptar të shkretë, të cilët kanë braktisur qëllimin e tyre në jetë, por çfarë jemi njerëz, ne nuk jemi kafsh vegjetative që vetëm sigurojmë të ardhurat për të ngrënë dhe për të pirë dhe për të fjetur gjumë dhe kaq. Ne jemi njerëz, kemi nevojë të jemi social, kemi nevojë të do të kërkoj ndjes 5 minuta që të dëgjoj rastet optimiste. Jam shumë dashamirës të dëgjoj. Kemi nevojë të gjithë. Jo nga qeveria, nga shoqëria. Jo nga shoqëria, jo tutem, nuk ne qeveria se sta pyetën edhe. Një fëmijë i smur ose një njeri në nevojë që u nxjerr në emision dhe pafund telefonata dhe njerëz janë të gatshëm për të bërë gjithçka për ta ndihmuar. Kjo shoqëri them unë, humanizëm vlera, e ka ato humanizmin, e ka ato solidaritetin. Sa vlen? E ndjen ato. Sa vlen kjo ndjenjë për të shkuar më tej? Dhe ne luftojmë për të gjetur qoftë edhe një punë atë fshinje duke njohur dikë tjetër. Nuk funksionojmë kaq individualisht, familja dhe shoqëria, pra familja jonë solidaritet në kuadër fatkeqësive të ndodhura. Ne njerëz që nuk duam ta shohim, nuk duam t'i dëgjojmë ose nuk e njohim fare dielën e tezës. Ne respektojmë, i shkojmë për vizita, i shkojmë kur po ama sa po marrin vesh sa e ka fituar 10 milion lekë shaj me rob shtëpi e komshiut. Mos ta shmangin. Tani un po them që duke i parë të tilla vlera në mënyrë që ti trashëgojmë se ato brezat që do vinë pas, se kjo botë. Po e di pse ka ndodhur 8 vrasjet e 2 javëve të fundit. Po thua ti po mbytet dita ditës atë. E di pse ka ndodhur 8 vrasjet e 2 javëve të fundit, se kanë skrinuar njëri tjetër se i kishte parcelën e ashash më të mirë se komshiu. Pra, është një zili race tek ne, që prodhon kontradikt të vazhdueshme. Po ka edhe kështu fshatra që nuk flasin njëri tjetrin se militantët socialistë janë të punësuar në parcela Ashashit dhe këto militantët demokratë janë pa punë shkretët, edhe mbjellin dot domate dhe asnjë gjë. Unë nuk e fshes se kam një përkatësi të gjatë, por druaj se edhe ata nuk janë krejt shenjtë këto, se mëkatarët janë në njëra anë apo shenjtarët në anën tjetër. Jo, të dy janë punojës të Hashashit, është çështje kohe, ndryshimi. Kishin një artist që bën një këngë interesante për Hashashin, po të rrita të bëra tash, por u do që baba Hashash, se ishte një këngë interesante se jo online. Mos ka qenë nga shëngjimi që i dogjën ato kodrat. Dhe populli krijon art kur e ndjen këtë gjë, e sheh se çfarë po i bën. Për preket në palë. Për preket në palë. Unë do doja të shikja pak atë pjesën që ti the, Migena, për ato familje që largohen jashtë dhe shkojnë nga ky niveli nga një rang social në një rang tjetër, status social që kanë dhe shkojnë pastaj dhe nisin jetë krejt tjetër që lajnë banjot e lidhje me atë që lan pas. Të shkosh dhe të studiosh në një universitet, të bësh qoftë edhe pa ose me master dhe me doktoraturë dhe me gjithçka tjetër që i shërben perfeksionimit në profesion. Ai është një investim, ti ke harxuar kohë, djerë, smund. Gjithsekush nga ne e di se çdo të thotë, të shkosh, të studiosh, të investosh kaq shumë tek vetja jote, të shkosh të mësosh dhe gjuhë huaj, edhe nga ana materiale, sepse i ke shkaktuar familjes tënde të gjitha, edhe familjes tënde i ke shkaktuar dhe kosto financiare, përveç gjithë lodhjes, mundi, sakrificat që ti ke bërë për të arritur atë gjë. Të shkosh në një shtet të huaj, ku ti thuaj që kjo pjesë nuk vlerësohet, dhe të lësh një profesion mësues që gëzon një status në shoqëri, përmbushesh ti profesionalisht, ndihesh ti një njeri, sepse ne
janë ato nevojat e Maslow't që do doja unë të shpjegoja që nuk kanë janë nevojat bazike të ushem, të kem siguri, por kam nevojë të jem patjetër dedikuar dhe të gëzoj një status dhe të përkas në shoqëri të caktuar, se në momentin që kjo pjesë humbet ose shkatërohet menjëherë sapo largohemi në një vend tjetër, përveç asaj fazës adaptuese që është përshtatja nga fillimi, që mund të zgjat pak në varësi të individit. A kalojnë traumë këtu persona? Por kjo mund të sjellë një krizë të thellë identiteti dhe vetëvlerësimi, pra ti mund të shkosh, kalosh që kanë zgjidhje martese vetëm për shkak të kësaj përshtatjes, familjen, mund të shkaktosh pasoja shumë të mëdha fëmijëve të tu, sepse ka shumë prindër që unë kam dëgjuar nga realiteti që na rrethon, që bëjnë këtë sakrificë në emër të fëmijëve të tyre. Pra prindër që vetë sakrifikohen, duke lënë gjithë jetën e tyre dhe duke u dedikuar fëmijëve. Sepse ai thotë me një pasaportë amerikane fëmia im nesër do jetë më i sigurt, do ketë ardhura më të mira, do ketë një jetë shumë më të mirë. Shkollimi, spitalet, gjithçka, e shef në të gjitha dimensionet. Për këto amerikanët që kishin marrë karta dhe më pas kishin ardhur në Shqipëri, se nuk preferonin të mbeteshin atje duke punuar në punërat e dorës së dytë dhe këtu ishin persona VIP në për televizionet të ndryshme. Edhe partitë të ndryshme, normal. Ka shumë sot media e lirë është. Unë njoh shumë njerëz. Është një term inekzistent. Ne jemi lirë për të folur këtu. Unë ju falenderoj. Po ne jemi vetëm në web. Unë punoj në media. Dua t'ju them se cili nga ne ka eksperiencën e vet. Unë punoj në media, pres çdo ditë raste në punë, trajtoj fenomene nga më të ndryshme. Keni qenë lirë. Në median tuaj. Dhe nuk unë nga eksperjenca ime, unë servis nuk mbaj mend asnjëherë. Pikërisht në median tuaj, unë jam edhe privilegjuar edhe refuzuar për transmetuar në gjysmën e subjektit që po transmetoja. Dakor. Kam ndaluar. E kam parë censurën. Edhe ofertën, edhe censurën. Unë po them që në ato pjesë që unë punoj, dhe është një punë që bëj çdo ditë dhe nuk mund të mbyll syt dhe të them sikur nuk e kam njohur këtë realitet. Unë po them që realiteti në cilin unë jetoj dhe punoj, do t'ishte jo e ndershme që unë thoja që censurohem. Unë nuk mbaj mend një herë që një drejtues këtë ardhë dhe të thotë, ky emisioni nuk do bëhet për këtë shkak. Absolutisht asnjëherë. Se si unë ndodhi vite thotë që nuk do. 7 vite që unë punoj në ato media, pastaj secili ka eksperiencat e veta dhe është pa diskutim. Varet dhe emisioni. Unë kam të fresat eksperiencën dhe kam bërë që edhe i kam falendëruar, unë kam miq botuesi dhe tjerë, kam njohur. Jemi miq, koleg dhe kam ndjer presionin. Po do të vinë dy raste konkrete. Mira Mezini është një nga shkencëtarët shqiptarë në Gjermani dhe ka marrë një projekt Bashkimi Evropian në fushën e teknologjisë, është vërtet një rast për të ndjerë mirë shqiptarët. Vjen para 2 vitesh. Kemi plot në fakt. Para 2-3 vitesh në Shqipëri. Dhe unë në atë kohë punoj edhe në media, punoj edhe si këshilltar i ministarsinë për shtypjen dhe në një nga vizitat e saj ishte edhe vaj tek gjimnazi Ismail Qemali. Aty ka edhe tek Sami Frashëri, janë klasa bilinguale, italisht dhe gjermanisht. Ajo bisedoj me këto të sektorit gjermanishtes. U mrekullua. Tha, unë kam metur e pa taksur, nuk shoh gjimnazi moshatar të tyre, tha, të ngjajnë, tha, ti ku jam, tha. Janë të jashtëzakonshëm. Sepse në vështirësi njeriu ka më shumë motivim. Këta fëmijë të jashtëzakonshëm. Një miku im kishte nxjerrë një detyrën e të birit online. Nxënësi kishte shkruar në 8 vjeçare, 9 vjeçare. Kjo është një gjë e mrekullueshme, mësuesja. Ja kishte korrigjuar, thotë e mrekullueshme. E kishte qenë gabim detyrën nxënës të mrekullueshme. E mrekullueshme, thoshte se ka dëgjuar një nga zyrtarët e lartë duke thënë mrekulli. Dhe kjo kujton se ai pa fillu atje në detyrë, e di mirë gjuhën shqipe. Dhe këto ngjarje sociale vijnë tek rasti ekstrem, që thonë. Këto majmun të pasur, me cilë martohen me vajza me botë dhe të mençura, po ç'ndodh kur martohen para të ngrihet në dorë majmunit, ç'do bësh me të? Nëse zgjedhja e tyre. Po sigurisht zgjedhja e tyre, po kur në treg, se në treg do ta marrin, në tregun njerëzor, ëh. Po kur rastet shtohen, pastaj mund të bish edhe viktime e informacionit apo e mungesës së tij. Por ne kemi resursa të jashtëzakonshme si vend. Që po na i fifin nëpërmjet këtyre ëndrave, iluzioneve, shitje, blerjeve, politikave. Pra, nëse shoqëria shqiptare do të ishte edhe 10% më tepër reaguese, sipas meje, të paktën 10%, frenimi i babëzisë pushtetare do të ishte i ndjeshëm. Nëse do të ishte. A do të jetë? Unë shpresoj. Them gjithkohës, ajo shoqëria duhet të ushtrojë presion atje lart në mënyrë që vendimet që plotësisht të bëhen më të mira. Nuk mund të pretendojmë ne tani,
kemi korrupsionin, nivel shumë të lartë, themi ne, dhe në Anglinë, Amerika, këto dy botë qytetëruar. Pse nuk reagojmë? A mund t'ju pyes, pse nuk reagojmë? Tani ne besojmë që ky anglezi apo amerikani nuk i do lekët po njësoj sa një shqiptar. Pse nuk reagojmë ne? Edhe atje ka korrupsion. Pse nuk reagojmë ne? Pa diskutim që ka, por në nivele shumë më të ulta se sa Pse nuk reagojmë ne? Me tarifa një gjerman korruptohet jo me 10.000 lekë, 5.000 lekë si në Shqipëri. Pse ke reagojnë kur çohet 50 cent çmimi i naftës, ndërsa ne jo? E dogjën sheshin e Athinës ata për 50 cent. Kurse ne u qua $2. Kush të çohet nëse truri na është vjelur dhe ka ikur në Amerikë? Kush të çohet? Jo, unë nuk besoj se është çështje truri. Kemi gjë tjetër. Ne jemi në kufit e ekzistencës. Sepse po të shohësh nivelin e papunësisë, nëse sipas raportit të Bankës Botërore, 46% e popullsisë jeton me $2 në ditë. Ai nuk çohet nga vendi, çohet protestoj. Ai çohet me shkop edhe nga krevati për dalë në borë. Pra nga e quara fizike, në të quarën mendore. Nuk i punon mendja atij të shkojë të çaj hallet e shoqërisë, kur brenda vetvetes mendon se si dali përpara fëmijës, babait, bashkëshortes, nënës. Pra ekonomikisht. Mendoj që këto protestantët e vendeve të tjera jetojnë në kushte ekonomike shumë mirë. Pra, sikur protesta, e drejta për të protestuar që nga vetëm e një standardi ekonomik. Standardi jetesë së këtyre vendeve të Bashkimit Evropian, krahasuar me ne, unë mendoj që është standard qytetarie, më shumë se sa standard jetesë. Po janë të lidhura, nuk janë ndara. Mund të jesh i varfër dhe pra proteston. Ti të drejtën tonë e kërkon, edhe kur je i varfër. Mund të mos jesh këta dy është kultura e nënshtrimit, por është një kultivohet. Edhe kultivohet. Kultivohet mediatikisht nëpër shkolla. Këto brezat që po vinë. Ky edukimi po them unë do na çojnë tek ajo ndërgjigja më lart qytetare dhe tek ajo shoqëria më e shëndosh. Jo qeveria që do na edukojnë të dalin dhe do thonë dëgjoj se unë nëse gaboj. Ervina, jo më qeveria pjesë e shoqërisë shqiptare është. Të dalë shoqëria. Se me gjeni po bëhet poet aktual. Dhe po është gjithmonë aktual në çdo kohë, jo vetëm se ka më shumë pacient poezia e Migjenit sot se sa kishte më herët apo mund ketë nesër. Dhe kjo në gjykimin është një çështje relative, që lidhet me shumë zhvillime dhe ndoshta edhe psikologjisë sociale, se si po zhvillohet shoqëria, çfarë krizash po përjeton, globalizmi gjithashtu e shumë gjëra të tjera. Ka vetëm vetë. Nëse një investitor largohet nga Shqipëria nga Dajaku dhe do punson me 20-30 njerëz. Ne gjithë kemi kontakte me investitorët tuaj që duan të vinë në Shqipëri. Kam pasur unë me kanadez, me amerikan, me gjerman, vinë në Shqipëri, kam para botë, s'kam ku t'i çoj. Hajde investor në Shqipëri, klima e mirë, mundësi njëra tjetër. Është mrekulli tha vi se ka 300 diell Shqipëria si rrallë vend. Ai arri me këmishë në 10 orë, atje futet në inkubator. Po ku të shkoj ti të përlajt Dajaku të rrarë në mes ditës të masakroj. Pra klima dhe mundësi dhe çdo kjo. Kjo shton mundësinë e punësimit të njerëzve. Një njeri që ka të ardhur George Bush në vitin 2004 tha amerikanëve. Tha amerikan, ju keni më shumë ëndra në mendjet tuaja tha. Për të realizuar një ëndër do të kesh para në xhep. Unë do të punoj që ju të keni më shumë para në xhep dhe duke pasur më tepër para në xhep do realizoni më shumë ëndra. Por ne na kanë ngelur vetëm ëndrat dhe xhepat janë mbush. Ndaj shqiptarët, them unë. Se i mbushen xhepat po tikin? Nëse do ikin do kërkojnë ëndra të tjera të realizojnë aty. Jo, prapë ëndra me xhepa bosh janë. Aty ku kultivohet. Le lodhen një çik edhe më shumë, se ato lekë siç i marrin, ju e merr shteti prapë. Unë nuk besoj se do shkojnë këtë kazino dhe t'i harxojnë mëna një ditë. Jo, s'është çështje kazinoja, jo, absolutisht, po qerat janë shumë të larta. Qerat më larta, taksimi është bara fiskale shumë e lartë. Taksat janë shumë të larta, shkollimi i fëmijëve do paguhet, edhe ai shëndetësia. Dhe shkollimi i fëmijëve do paguhet te klientët e qeverisë. Pikërisht. Për herë të parë në formularin maturës shtetërore përfshin universitetet private, ose e thënë ndryshe klientët e shokëve tanë qeveritar, apo të ish shokëve tanë qeveritar. Nuk po të bëjmë, nuk po marr lapsin për të ngjyrosur. Dhe kjo është krim. Kjo është krim ndaj të ardhurave të secilës familje shqiptare. Gjithsesi, domethënë pavarësisht problematikave që ka shoqëria shqiptare, mendoj që meqense se jemi edhe në fund të emisionit, unë do të thosha që më shumë problemi është çfarë lloj skllavërie do të pranojmë, atë shqiptare apo atë të huaj. Sepse që xhepat bosh do t'i kemi si në Shqipëri, si atje, ajo nuk diskutohet, por puna është që atrim këtu me këtë 300 ditë diell, me këta problemet e politikës kështu lart e poshtë që dëgjojmë çdo ditë, ama kemi kohë të shohim lajme, kemi kohë të pimë një kafe me komshiun, kemi kohë ta shikojmë fëmijën grua në darkë dhe nuk jemi të raskapitur ndoshta edhe invalid të punës nga punët e rënda që shumë shqiptar bëjnë nëpër shtetet ku ata emigrojnë, gjoja për një të ardhme të mirë, por shumë prej tyre kthehen sërish në Shqipëri.
pavarësisht se e dinë se çfarë kanë lënë, janë shumë kurajos për mendimin tim ata që kthehen, sepse shumica nuk kthehen për shkak edhe të egos së tyre, sepse këtu kanë shitur shtëpinë, nuk kanë asnjë gjë, kanë braktisur punën, kanë qenë në puna shumë të mira dhe nuk i rikthehen dot më atij realiteti, fatkeqësisht. Apo jo Ervisa, besoj që të kam mbështetur mjaftueshëm në tezën tënde. Unë si mesazh të fundit të këtij emisioni do doja të thoya një gjë që është për mua shumë e rëndësishme. Është mirë që të duash së pari veten, nuk përbën shenjë egoizmi, nëse nuk do ta doni veten atëherë kot që do të ekzistonim. Dhe duke përfshirë veten e kemi një identitet absolutisht dhe duhet të ruajmë vlerat tona më të mira duke ju imponuar edhe botës pse jo me atë që ne trashëgojmë një pasuri shumë të madhe pa diskutim dhe nëse Shqipëria sot është jo shumë e mirë, atëherë ne duhet luftojmë çdo ditë për ta bërë më të mirë, jo duke pritur që të tjerë njerëz, askush nuk do vi këtu për të ndryshuar realitetin ku ne jetojmë. Jemi vetë ne që jemi faktor dhe duhet jemi sa më aktiv dhe sa më shumë. Një gjë dihet me siguri që nëse ikim do bëhet edhe më keq. Po pa diskutim, largohemi, realiteti nuk e ndryshon askush, nëse ne qëndrojmë. Sepse ata që ikën na lanë vetëm faktikisht. Jo, nuk jam dakord që të bëhet më keq. Nuk kontribuan. Nuk besoj se ka më keq. Për një arsye dhe në një farë mënyrë ne kemi lejuar që ne po ham të ardhmen tonë. Ne do të them me këtë, që për sa kohë ekonominë shqiptare e kemi shitur dhe për 30-40 vite të ardhshme në duar të tjera, jo në duar shqiptare. Me koncesionet. Me koncensione, me privatizime. Pra, mundësia jonë për të qenë aksioner në ekonominë tonë është për ditë më e pakët. E fëmijëve tonë do të jetë në progresion geometrik prapë më e pakët. Çka do të thotë që ata do ta shohin vetveten gjithmonë e më pak të mundshëm për të qenë këtu. Pra, nëse reagimi jonë do vinë duke paksuar, atëherë edhe po sikëm, edhe po ikim do jetë e njëjta gjë. Po gjithsesi ju jeni pro ikjes? Unë po të isha qenë pro ikjes do isha ikur para 20 vitesh. Ju jeni pro qëndrimit. Shqiptarë do rezistoj gjatë për të mos ikur nga ky vend, sepse nuk është zgjidhja e duhur. Mund të vuajmë pak ne për të paktën fëmijët tanë dhe ardhmja e këtij vendi të jetë po ndryshe, sepse e meritojnë ata që vinë edhe këta që janë. Të praktikisht është e lehtë. Do të jenë gjithmonë qytetarë të dorës parë, ndërkohë që nëse do ikim jemi gjithmonë qytetarë të dorës dytë. Sado me shtetësi të atij vendi ku kemi vajtur, me pasaportë atij vendi, gjithmonë do të themi çfarë origjinë ke, gjithmonë do të jemi me origjinë shqiptare, amerikan me origjinë shqiptare. Sot kemi emigrantët italianë të dikurshëm në Amerikë që thonë akoma jemi amerikan me origjinë italiane, domethënë. Gjithsesi, të jemi krenarë që jemi shqiptar, kjo do të na bëjë edhe më të fortë për të luftuar në këtë vend me kaq shumë probleme. Ju falenderoj që ishit me mua, të ftuarit e mi dhe ju që na ndoqët. Takojmë bashkë në emisione të tjera.